Ne kam respektuar shumë ata, po kishe vese të këqija. I pëlqen dhe vetja. Nuk të donte më ty? Jo. S'më donte. E dashu Florie, por pse çfarë ka ndodhur në familjen e ish burrit? Çfarë ka ndodhur? Më linte fliam, që jam djalin të vogël e merja fliam pllakat, por nuk më beson njeri më kur tregoj. Më ka marrë pikën kush e di disa e për të perur, më ka vënë ndërkemë për të perur. Për ti që më kërkoja më dilë, vinte më marrë më gjithë syrin shper. Ku je vrar më bi? Ja, këto më ngryta natën për të marrë djalin tjetër për të pirë urarat e krevati, nuk i tregoja. Po që të thimë në teta, aja s'kishe sjellit të mirë këtu panaj. Unë vetëm për jetë të djallit i bëja ato gjatë. Floria më tha se Artani më dhunonte, më ka lënë të flenë në dysheme me djalin e vogël. Madje ajo më tregoi që edhe Vjerri e kishte dhunuar babai juaj. Jo, fajt, kjo është e vërtet që ka fjetur në dyshime, po se ashtu e bende vetën ajo, pranonte. Si ka fletur në dysheme? E ke detyruar ti që të flej në dysheme? Po, si s'tonde. Si nuk donte? Të shumë me mua, të rinde me mua. Ajo nuk donte të flinte me ty dhe të kishte marrëdhënie seksuale me ty dhe ti e detyrove të flinte në dysheme? Po. Tani, po kjo është e rëndë tani. Të dëbosh grua nga krevati, pse ajo nuk do të kryej marrëdhënie me ty në një moment që nuk është në gjendje të mirë psikologjike dhe ti e dëbon nga krevati të flej në dysheme? Ne, po. Bende vetë pëjme tjera që më sonde djalin që të më vise në për gjepa herë. Si s'ta tha shante buk shezi këtuja në dhomët, ngrish natën. Po mirë mo, nëse o tani nëse ajo ka pasur uri dhe ka dashur të haj buk, tani kjo nuk është mëkat. Po mirë, po pse të ringe shezi, pse të në tavolit me mua ati bashkë. Po, pa tjetër. Ajo i bende për natë. Ajo i bende për natë ato, për natë.